Vrasja e Gilman Dodanit, mik dhe bashkëpunëtori i Emiliano Shullazit, ka hapur debat dhe mes figurave politike. Pas atentatit në Rinas më 11 nëntor, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuza se Dani ishte bodyguard i ministrit Blendi Gonxhes, është fakt se Mut Shaljani është financues i fushatës Ervin Hoxhës, ndërsa Gilman Dodani, bodyguard i Blendi Gonxhes, në Shqipëri kufiri mes bandës dhe qeverisë është dukur prej kohësh, janë një dhe e njëjta gjë, u shpreh Berisha. Nga ana tjetër Gonxha ka mohuar që të ketë pasur njohje me Gilman Dodanin. Ministri shprehet se do e padis Berishën në gjykat, ndërsa nuk kurseni Rorin me moshën e tij. Fake news, lajmi rem, gënjeshtra. Sot Sali u llomotit se pas kam patur bodyguard truproj, dikë që as e njoh dhe as e kam parë ndonjëherë, dhe që emrin e këtij subjekti e mësoj si shumica e njerëzve nga kronika. Para 2 ditësh dili ai financuar me rregull treshin në fushat sipas Saliut nga subjekti në fjalë. S'reagova sepse supozova se që erojitje, me që po pardje, ai bëri krah të djathtë Ervin Salianit subjektin. Mosha kush e di, u pa puna. Do e provosh në gjykat se cilin element akuze publike Sali. 81 vjeç e stu zbardh dot kur Katrani.